A e din ti çka është namazi? Wallahi shumë musliman nuk e din çka është namazi. A e din çka është namazi? A e din çka do të thotë ti të falësh? Fillimisht vepra më e mirë që e dën Allahu është namazi, pas besimit. Pas tauhidit nuk ka vepër që Allahu e dën më shumë se namazi. Dhe namazi është mundësia më e mirë dhe madje e vetme që ti të komunikosh me Allahun azza xal. Të flasësh me të. Namazi është mundësia më e mirë dhe e vetme që ti i afrosh Allahu xhallahu ala më së afërmi, sikur që është puna e sejdë. A din se të gjitha llojet e adhurimit janë përmbledhur në namaz? Edhe madhrimin e Allahut, edhe për ulja, edhe sejdja, edhe qëndrimi në këmbë, kunuti që Allah e don shumë, edhe falërimi ndaj tij, edhe leximi i ajeteve të tij, edhe madhrimi i tij me lutje subhana rabbil azim, subhana rabbil ala, të gjitha këto janë përmbledhur në namaz. Andaj a e dim na vlerën e namazit. Dhe sikur që përmenda, motra nderuara, a çka do të thonë, dhe çfarë mundime ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të vdeste? A dini çfarë dhimbje ka pas? Subhanallah, disa i ka rrot fikët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është këndell me ujë, e kishte një kovë ujë pranë veti e i hodhte ujë vetes së tij dhe thonte inna lil mauti lesakarat. Thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vërtet vdekja i ka mundime dhe agonitë veta. Në këtë gjendje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë smundje, në këto të lasha, thonte as-sala, i thonte umetit e tij namazin mos e braktisni, kujdesni për namaz. Madje kur i binte të fikët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këndellë thonte sallan nas, ai fal njerëz, ai ka kryer namazin. E kishte det namazin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka se namazi është vija ndarëse mes imanit dhe kufrit. Namazi është vija ndarëse mes atij që beson Allahu xhallahu ala dhe atij që nuk beson. Prandaj namazi ka vlerë të madhe. Sa më tepër ne e njohim vlerën e namazit, sa më tepër ne e madhrojmë këtë namaz, aq më të përkushtuar të jemi gjatë kryerjes së tij. Ka se dim vlerën, e ruajmë këtë pajisje që kam para vete. Wallahi sa më tepër ja di vlerën, aq më tepër e ruaj. Sa do të pa vlerë e hudha atje, nuk i kujdesur pse se nuk ka ndonjë vlerë caktuar. Mendon se nëse prishet kompenzohet lart, blehet lart, nuk ka diçka shtrajt. Po nëse vallahi ka pagu shtrajt, nëse e din se duhet shumë dhe e din se është më rëndësi për të tënde, vallahi e ruan shumë. Edhe namazi. Para se e njohim namazin, se është i rëndësishëm të na lidh me Allahun, para që mi të përkushtuar. Para që e njohim namazin, se është i rëndësishëm për na fut në xhenet, para që ruajmë namazin dhe kujdesemi për të. Para që e njohim namazin, se është i rëndësishëm të na falen mëkatet përmes tij dhe të na largohen në vesë të këqija. Para që e njohim këtë namazin, vallahi para që e ruajmë dhe kujdesemi për të. Nëse para që nuk i kemi këtu parasysh, nëse na i dim, por para se të futemi në namaz, nuk i kemi parasysh këto gjëra. Nuk kemi të kujdesshëm për këtë vlerë të namazit, para që na humb koncentrimi dhe parula në namaz. Prandaj të para tanë ja ditën vlerën shumë namazit dhe ishin shumë të kujdesshëm për këtë namaz dhe ata e morën këtë edhe nga Kurani, edhe nga suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që është më tepër vlerë namazit është edhe vetë mënyra dhe vendi dhe koha se si dhe kur është bën obligim namazi. Para mendone në atë udhimin e mrekullueshëm që i dërguari sallallahu alaihi wasallam e bëri në atë që është e njohur si Isra dhe Miraj, në udhimin e tij të natës, ku u takua me Allahun azza xal, ku eci mbi 7 qiell në shoqërinë e Xhibrilit dhe i ofrua Allahut azza xal afrim që askush deri atëherë nuk kishte pas guximin asnjë të afrohet dhe askush nuk do ta ketë pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është afru hapa që nuk ka pas guxim as Xhibril të afrohet. Për aq është afru Allahu azza xal. Dhe çfarë ndodh në këtë takim me Allahun te barekuhu teala? Çfarë ndodhi? Para mendon kur dikush vjen te ti dhe të afrohet. Ka ardhur nga larg, ka ardhur vizit. A e pret? A e gostit? I jap dhurat? Padyshim se po. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në takim me Allahun azza xal.
Ajo mërmene se Allahu xhallahu ala nuk do t'i jep dhurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk do ta gostit në këtë takim, padyshim se po. Atë nuk i dha Allahu xhallahu ala me hongër me pi, apo me gostit me fryte të ndryshme. Por dhurat në këtë takim madhështor dhe në këtë takim të posaçëm dhe special që askush nuk e kishte bërë deri më tani dhe nuk do ta bën pas kësaj askush pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A e dini cila ishte dhurata e dhënë nga Allahu xhallahu ala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pikërisht ishte namazi. Pikërisht ishte namazi. Në natën e Isra's dhe Mirajit, Allahu ja bëri obligim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namazet. Dhe ky namaz ishte një dhuratë e dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jo vetëm për ta, por për të gjithë ummetin e tij. Andaj çfarë vlerë ka namazi? Është vepra më e dashur Allahut azza xal, sikur që ka në ditën Kutsi, ku ka thënë Allahu xhallahu ala se robi nuk më afrohet mua me diç më të dashur tek unë se ajo që ka obliguar. Namazi është obligim. Andaj është vepra më e mirë që ne i afrohemi Allahu xhallahu ala. E shumë vlera të tjera që i ka namazi që nuk mund të flasim për të gjitha në këtë ligjërat, por dua të them se sa më tepër lexojmë për vlerën e namazit, sa më tepër i adim vlerën e namazit, aq më tepër do të kujdesemi për të, aq më të parullë do të jemi.